Mirëdita, faleminderit për pjesëmarrjen tuaj. Për takimin e radhës, nga që po përgjigje pyetjet tuaja është trajner Profesor Gega dhe ta jepë pastaj në profesor. Në fillim. Profesor, sa vështirë është vish në derbin me Tiranë ku ke luajtur në ndeshje prandaj? Po, absolute për përgjithë është vetëm për ne, secili ka pas vështësitë në klubet e tyre, edhe ne kena problemet tona edhe ajo që the gati në pak ditë të rëndeshë, pak të tëra kanë qenë shumë domosdoshme, të dyja të paktit i kalu me sukses, po kemi harxhuar energji, po në njëjtën kohë dhe na ka bëu mirë sepse po ngranome, po angazhohemi ashtu siç duhet me kërkesat që ne kemi. Po debër ngjelet debër në çdo situatë, në çdo kohë, pavarësisht do marr nga klasifikimi i ekipeve, ne jemi rival përjetshëm, edhe mund të tako si trajner, po dhe si, po them edhe si ish futbollist, flas me respekt për historinë e Tiranës, sepse i pjesë e madhe e tyre unë i kam edhe shokët dhe miqtë kemi përfaqësuar Shqipërinë bashkë, kështu që në këtë aspekt ka vlera kjo ndeshje. Pikët janë domosdoshme për ne, se jemi në pozicion që vërtet ne duhet të bëjmë mirë. Edhe për 90 minuta jemi rival, për 90 minuta secilit do suksesin. Nuk është e lehtë dhe nuk mund të them se çfarë do ndodhi, por ne do hyjmë me besim për objektivat tona. Çfarë është kjo dozë e Gegës që ndryshoi Partizanin për ta partish? S'është punë dozë, thjesht shiko, në çdo vend që shkon trajneri mundohet të bëjë më të mirë, ky është profesioni. Tu ka një dozë dashëmërsie e mikpritje, këtë bën një çik që t'japësh edhe rezerva që i ke, sepse çdo gjë që i ke në kontribut shpistat aty ku ti e rrit. Edhe për fatin të mirë, edhe jam prit patjetër nga klubi mikpritje dhe edhe ka çdo gjë që unë të ndjem komod, po edhe me futbollistat çdo ditë po njihemi më mirë, po kuptojmë më mirë, po mundohem gjatë 90 minutësh që është detyrime, në mënyrën që ne kemi caktuar. Kështu që jam shumë i kënaqur, shumë i kënaqur edhe do doja isha për gjithmonë, do doja që të isha shumë kohë, po kështu është i tillë është futbolli, i tillë janë planet e çdo klubi, po sot jam këtu dhe du me shikova përpara, nuk kam qef të them gjëra. Nuk besoj se do ta kishit dashur Tiranën në pozicionin e ftohtë në ligën. Si do është? Nuk kemi ne që të saktojmë ecuritë e kundërshtarëve rivalëve. Historikisht, ato që thash, në çdo pozicion që është Tirana apo Partizani, kjo ndeshje është ndoshta nga ndeshjet më të rëndësishme të superiores, pavarësisht se klasifikimit, po është edhe për qytetin, është edhe për dy tifozërit, e kanë shansin e tyre dhe mundohen mbështesin në mënyrën e vet. Kështu që çdo gjë është pozitive. Futbolli mos e nej, kush ja del është tjetër gjë, bëhet analiza më vonë, po besoj që është një ditë që t'jep adrenalinë, edhe po ta kuptojnë sportistët që unë drejtoj se çfarë klubi përfaqësojnë, edhe çfarë kanë rreth rrotull, çfarë mbështetje kanë, doza që t'japin më tepër do jetë shumë më e madhe, po çdo gjë po shkon mirë tjetër. Profesor, në prag të sfidës keni luajtur 2 sfida, si është gjendja e skuadrës, si fizikisht, dihet që nuk ishte munguar për shkak kartonash, ka gatuar numrin 4. Pjesë tjetër e skuadrës? Pjesë tjetër e skuadrës, po mundohet të punoj shumë mirë, një mundohet që detarë që kanë sulur ngarkesë, siç është Bicuka, po dikush tjetër që ka në vonesë, rikuperohen maksimum, deri nesër kemi vendosur asnjë gjë. Një grup shumë serioz, grup i ri, ka nevojë për mbështetje, për fjalën e mirë, ka nevojë me dhënë besim. Jemi munduar secilit të themi që je pjesë e rëndësishme e ndeshjes, e klubit, e ekipit. Kështu që deri nesër shpresoj të pushojnë më tepër. Edhe gjendja është fundi i kampionatit, edhe normalisht ndeshjet e ngjeshura kalendari ka bëjë që të rëndohen, po ky është klubi, pavarësisht se nuk janë gjithë në një prerje, do mundohemi të fusim aty ku duhet, në pozicionin e duhur, të nxjerrim nga loja në momentin e duhur, sepse kemi edhe tjerë rezervë. Prandaj çdo një ka një marrëveshje me këtë klub,
Sigur e 3 sekonda kërkohet që për një ndrim sa për të humbur kohën, duhet të jenë me respekt edhe me çdo gjë sepse kështu funksionon. Siç e theksuar, është një derbi që duhet dhe për tifozët. Në fakt tifozët kanë nisur euforinë duke thënë që është koha për të rrezuar Tiranën për herë të dytë. Do të jetë një Partizan agresiv për të tentuar jo vetëm të fitojë dhe për të hapur fal me autorin, por për të dhënë një gëzim dyfisht ndoshta të portorisë kuqe. Nuk luhet futboll pa pasion e pa agresivitet. Agresiviteti nuk është privilegj që i jepet klubit. Është për detyrë me qenë agresiv, varet se si e ke zgjidh, varet çfarë lojtarësh. Kjo është një ushtri që do të vendosë njerëz që e bëjnë këtë punë, edhe e kam sigurt e jam bindë që mënyra si do luajmë, mënyra si do vendosim, do kemi do mundohemi të japim gjithë agresivitetin, qetësinë, sepse edhe derbi ndonjëherë i bën lojtarët emocionale, edhe ndonjëherë të rek me vete, po do mundohemi të themi të jenë gjithmonë vëmendshëm, bëjmë ato që ne kemi punuar gjatë këtyre ditëve, jo shumë, po jam i kënaqur me mënyrën si po përgjigjen, edhe nesër nga minuta e parë deri në 90 do mundohemi disa bilbile se kam filluar neshtë deri në 97-ën, të jenë vëmendshëm, edhe të jetë qetë, pa presion. Unë nuk jam natyrë që vej presion. Natyra ime është që t'i bëj gjërat e qarta. Harxoj shumë energji për qenë i sigurt, ajo të qarta. Në moment që fillon ndeshja, kam dëshirë që gjërat shkojnë mirë, por po nuk shkojnë mirë, kam guximin edhe patjetër kam kompetencën bashkë me stafin, bëjmë korrigjime siç bëam, po them, në 2 ndeshje, po që mos mendosh që ti je agresiv në derbi, kjo është diçka e papranueshme, sepse ti në çdo ndeshje duhet të jesh agresiv. Adrenalina e derbit të jep ndoshta të shton dozën e agresivitetit, po fair play, duke ruajt edhe veten tonë, duke qenë fair play në 90 minutë, duke qenë fokus tek puna jonë, jo çfarë bëhet rrotull. Shpresoj t'ja dalim. 3 ndeshjet e para derbit të këtij sezoni janë mbyllur të treja në barazim. Në rastet e 4 ditë të barazim, kush nuk vetë më shumë, Partizani apo Tirana? Po si bëj llogaritë, ne do hym nesër të marrim maksimumin. Maksimumin në futboll dihet, 4 pika, 1 ka. Asgjë se unë nuk jam natyrë që i parashikoj, jam i sinqert. Kto që kanë dalë 3 barazime mbase ju ka dhënë qetësi sepse në derbi është i pranueshëm derbi, por do shikojmë. Nuk e di se mund të jetë barazimi 4 apo diçka tjetër, po do hym të marrim maksimumin. Qendrim, mendon se është koha për të vendosur derbin me gol tonë? Mendoj se është koha. Normalisht unë çdo ndeshje që futem ato ide që e rëndësishme është të fitoj skuadra. Pastaj normalisht edhe kur shënon gol është ajo pjesa që ke me thonë vetbesim, nëse mund ta quajmë, rritet vetbesimi. Çdo futbollist që arrin të shënon ka vetbesimi për ndeshjet tjera, kështu që në çdo ndeshje, jo vetëm në derbi, futem me atë mentalitetin që e para punës të arrijë maksimumin si ekip, pastaj edhe nëse arrit të shënoj do jetë akoma më bukur. Kam përshtypjen që derbi është një javë më e veçantë për vetetarët, besoni e ndjen më shumë për krajin e tifozëve, si ka qenë kjo javë? Kemi marrë mesazhe ose kemi parë gjëra rreth rrotull që kanë dhënë më shumë dëshirë për të pasur ekipin rival? Normalisht, unë tani po bëjnë 2 vite këtu dhe nuk është sepse nga ana e klubit apo nga ana e njerëzve që rrin rreth rrotull është një lloj presioni që po luajmë derbin ose duhet keni më shumë kujdes, nuk është ai lloj presioni, normalisht është një përgjegjësi më e madhe, sepse është derbi më i madh në Shqipëri. Edhe normalisht dëshira është e çdo futbollistit që të fitohet derbi, por nuk është sepse na vjen ndonjë siklet apo ndonjë, mund të themi, para përgjegjësisë. Çdo lojtar është i vetëdijshëm sepse kur vjen java e derbit duhet të jetë fokusi më i lartë, përqendrimi duhet të jetë më i lartë, duhet të jenë lojtarë të pushuar, duhet të jenë 100% e tyre sepse derbin duhet ta shijosh. Në servitje profesor Gega ka kërkuar ndoshta goditin nga distanca apo t'ja bësh asistimin? Tani me profesorin njihemi shumë vite, kështu që i din cilësitë dhe aftësitë e mia, nuk është sepse ka kërkuar diçka të veçantë, e thash edhe më herët, e rëndësishme është ato ndeshje të cilët i kemi bërë 2 ndeshje që ka ardhur profesori, i jemi përgjigjur në mënyrë më të mirë, vazhdojmë edhe nesër në derbi të përgjigjemi ato detyra që do na japë profesori. Nuk është e rëndësishme se kush do shënoj, kush do asistoj, e rëndësishme është të bëjmë detyrat në mënyrë të rregullt, edhe kjo është më e rëndësishme.
Sports.